Shikues të ndëruar, me mbrëma dhe mirë se vini në Kallëzo për një me. Çdo ditë, qindra punëtorë ngjiten në skela, punojnë pranë hapësirave të pambrojtura dhe përdorin makineri të rënda me pritjen se do të kthehen shëndosh e mirë në shtëpi. Në pjesën e parë të emisionit sonte, do të ndiqni nga afër një aksion të Inspektoratit Qendror të Punës në kantieret e ndërtimit në Prishtinë. Kamerat e Kallëzo për një me ishin në terren në momentin kur inspektorët konstatuan mungesë të masave elementare të sigurisë, punëtor pa pajisje mbrojtëse, vinça të operuar nga persona të pakualifikuar dhe shkelje të tjera që sipas inspektorëve mund të kenë pasoja fatale. Kurse në pjesën e dytë të emisionit do të ndiqni dokumentarin e përgatitur nga kolegja Adelina Ahmeti për sllavërinë moderne. Qindra punëtorë të huaj punojnë në Kosovë, por sa respektohen të drejtat e tyre dhe sa janë të mbrojtur nga shfrytëzimi. Nga sektori ndërtimtarisë deri te lokalet e natës, dokumentari sjell rrëfime dhe fakte që hedhin dritë mbi kushtet në cilën punojnë shumë prej tyre. Pavarësisht obligimeve ligjore për krijimin e kushteve të sigurta të punës, në shumë vend punishtë të ndërtimi vazhdojnë të evidentohen shkelje që rrezikojnë jetën dhe shëndetin e punëtorëve. Mungesa e pajisjeve mbrojtëse personale, skelat e vendosura në kundërshtim me standardet, hapësirat e pambrojtura dhe mosrespektimi i procedurave të sigurisë janë vetëm disa nga parregullsitë që inspektorët hasin gjatë kontrolleve në terren. Për të verifikuar zbatimin e ligjit, Inspektorati Qendror i Punës zhvillon kontrolle në vend punishtë të ndërtimit në Prishtinë, ku përveç masave të sigurisë dhe shëndetit në punë, objekti i inspektimit bëhet edhe respektimi të drejtave të punëtorëve, përfshirë zbatimin e pagës minimale dhe dokumentacionin që punëdhënësi është i obliguar ta mbajë sipas legjislacionit në fuqi. Inspektimi nis në katet e objektit aty ku punëtorët vazhdojnë aktivitetin e përditshëm. Inspektorët vëzhgojnë mënyrën se si kryen punët, përdorimin e pajisjeve mbrojtëse personale dhe respektimin e rregullave elementare të sigurisë. Në pak minuta, konstatohet se njëri nga punëtorët është duke prerë armaturë pa përdorur syzat mbrojtëse, pajisje e cila është e detyrueshme për këtë lloj pune dhe synon të parandalojë dëmtimet e syve nga copzat metalike që shkëputen gjatë prerjes. Që ato jetu prej armatura? Okej. Ku i ki syzat? Do të kam fush. Pse? Pse s'pi përdor syzat? Po s'ka lidhje 1, 2, 3, 4, s'qon pesha ja. A ti ka e pundon se syzat, apo? Pse si mon me veti, zotni? Me veti, se vishi pa pritu. Ha? S'bon be me pritu? Nuk duhesh me pritu. Sa ajo është si masë mbrojtëse për ty. Për inspektorët, përdorimi i pajisjeve mbrojtëse nuk është çështje zgjedhjeje, por detyrim ligjor. Mos përdorimi i tyre, qoftë edhe për një periudhë të shkurtër, mund të ketë pasoja serioze për shëndetin e punëtorëve. Pikërisht për këtë arsye, kontrollet nuk kufizohen vetëm te dokumentacioni, por përfshin edhe mënyrën konkrete se si punohet në secilin pikë të objektit. Pas kontrollit në terren, inspektorët vazhdojnë me verifikim të dokumentacionit të kompanisë. Krahas respektimit të masave për siguri dhe shëndet në punë, ata kontrollojnë edhe zbatimin e vendimit të qeverisë për pagën minimale. Duke krahasuar listat e pagave me dispozitat ligjore, konstatojnë se një punëtor figuron me pagë më të ulët se sa minimumi lejuar. Prej 434.78, që to e ndra, se e din që nështë vendimi qeverisë është në fuqi prej korikut paga është 500 euro, po, qëto e hek. Kini afat që ta lo për... Mirë dhe punëtori thjesht, që shdo qoftë, ta i pagën duhet me pasi pas vendimit në fuqi, duhet me u respektu kjo. Ta loni afaton e prej 3 ditëve, edhe e rregullan. Nga kontrollet në kontrata, inspektorët kthehen sërish në vendin ku kryen punimet. Inspektorët bëjnë evidentimin përfundimtar të parregullësive të konstatuara gjatë inspektimit. Mungesa e mbrojtjeve kolektive, skelat e montuara në kundërshtim me standardet dhe hapësirat e pambrojtura në pjesën e ashensorëve konsiderohen shkelje që paraqesin rrezik të drejtë për drejtë për jetën e punëtorëve. Bazuar në këto konstatime, inspektorati nis procedurat për ndërprerjen e punimeve.
është konstatu që ka mangësi të konsiderueshme në zbatimin e masave të sigurisë dhe shëndetit në punë, të cilat paraqisin rrezik të lartë për shëndetin e punëtorëve. U konstatu se hapësirat e liftave janë domethënë pa mbrojtje adekuate, duke kriju rrezik të lartë për rënien e punëtorëve nga lartësia. Gjithashtu është konstatuar se shkallët domethënë nuk janë të pajisura me farmak mbrojtës duke mos u përmbush kërkesat për siguri dhe shëndet në punë, ndërsa skelet nuk ishin të montuara dhe të siguruara në përputhje me kërkesat dhe standardet e sigurisë. Për këto, do me thonë, shkelje të konstatume në këtë vend punishte, do të nxirret vendim për ndalimin e punimeve dhe vendimi do të jetë në fuqi deri në eliminimin e këtyre parregullsive që janë konstatuar në këtë vend punishte. Derisa përgatitet vendimi për ndalimin e punimeve, inspektorët i njoftojnë përgjegjësit e kompanisë për detyrimet që duhet t'i përmbushin menjëherë. Ata sqarojnë se gjatë kësaj periudhe mund të kryen vetëm punët që kanë për qëllim eliminimin e rrezikut dhe krijimin e kushteve të sigurta, ndërsa çdo aktivitet tjetër ndërtimor duhet të ndërpritet. Pas hartimit të vendimit për ndaljen punimeve me shkrim, do të vendosen shiritat për ndaljen punimeve dhe do të jenë në fuqi, do të respektohen sigurisht nga punëdhënësi deri në eliminimin e të gjitha parregullsive dhe në momentin që këta bojnë kërkesë për lejem të punimeve, inspektorët e punës sigurisht do të dalin në vend ngjarjele, do të shohin nëse janë marrë të gjitha masave. Vlen të theksohet se gjithmonë subjektet të cilat kanë vendim për ndalim të punimeve do të jenë gjithmonë në monitorim të inspektoratit të punës. Përveç shkeljeve që lidhen me sigurinë e punës, inspektorët evidentojnë edhe shkelje të legjislacionit të punës. Punëdhënësi njoftohet se duhet të korrigjojë menjëherë pagesën e punëtorit dhe ta kompenzojë diferencën që rezulton nga mosbatimi i vendimit për pagën minimale. Është lënë vretje për shkak që s'e ke respektuar vendimin e qeverisë për pagën minimale, që do të thotë eliminon si parregullsi, e kompenzon punëtorin, nëse veç nuk është kompenzuar tamam që duhet. Mirë, unë e kom kërku, do me thonë edhe çështjen e ekzekutimit të pagave. Dëgjam, nderom, e kom lënën. Kontratat e punës, ekzekutimin e pagave, kërkesat edhe vendimet për pushime vjetore, duna me ditë sa kanë pushu këta punëtor këtë vit, a kanë pushu heq ajo. Është një farë evidence që mahet për çdo orë që theti ju kompenzohen se punojnë me orë, duna me ditë sa orë ka punu, çysh është pagu. Kreti kin raport. Qëtë raport ma nështrun, e bën një kopje e nalë për vetje. Me 23/7/2026 e ki për prezentim të dokumentacionit. Një numër telefonit ta kom lënë në raport, nëse kina e paqartësi rreth kompletimit të dokumenteve. Kjo është përgjegjësia jote, që të merr këto. Për pjesën e sigurisë dhe shëndetit në punë, e ka kolegu aty që është e hartu raportin. Para largimit nga objekti, inspektorët u bëjnë të qartë përgjegjësve të kompanisë edhe pasojat ligjore që mund t'i kenë nëse nuk respektojnë vendimin e nxjerrë nga inspektorati. Ata i rikujtojnë se ndalesa e punimeve është obligative dhe se vazhdimi i punës në kundërshtim me vendimin mund të përbëjë vepër penale. Mosbatimi i këtij vendimi, që në shiritave ju e dini që përbën vepër penale, kështu që të keni parasysh punë të bëjmë vetëm në eliminimin e parregullsive që janë konstatuar. Besoj që jena kun të qartë. Fitim, te çështja e skeljeve ka një pyetje se nuk e ka të qartë. Ta sqarojnë punën e skeljeve që shmo afruat. Do më prej 0-25. Maksimumi është 25. Nuk lejohet, pikë ta qyshi rregullati. Asnjë hapësirë, asnjë pjesë për shembull. Kjo pjesë është për me materialin. Do të me vendos kafaz. Jo kështu nuk lejohet. Këtë pjesën Po kyçja po përgjithësisht. Kafaz, konstruksion, kafaz. Gjitha hapësirat po kanë mbyllura. Siç thash më. Punë të marrë. Edhe një shiriti zyrtar, punimet nuk guxojnë me vazhdu. Për vepër penale, mos respektimi i vendimit edhe keqja e shiritit zyrtar. Ajo është punë e juve sa kafaza, në momentin që vendoset një kafaz do të më vendosë profesional. Edhe ky inspektim përfundon me të njëjtin konstatim si kontrollet e mëparshme. Mangësinë e zbatimin e masave të sigurisë. Përdorimi i papërshtatshëm i pajisjeve mbrojtëse, shkelje të standardeve për skelat dhe hapësirat e pambrojtura vazhdojnë të jenë ndër problemet më të shpeshta që hasin inspektorët në sektorin e ndërtimtarisë.
Krahas tyre, kontrollet nxjerrin e padëmës respektimin e dispozitave të legjislacionit të punës, përfshirë edhe zbatimin e pagës minimale. Sipas procedurave ligjore, vendimi për ndërprerjen e punimeve mbetet në fuqi derisa punëdhënësi të eliminojë të gjitha parregullsitë e evidentuara gjatë kontrollit. Vetëm pas inspektoratit të rikthehet në terren të verifikojë se janë vendosur parmakët mbrojtës, janë respektuar standardet për skelat, janë eliminuar rreziqet në objekt dhe janë përmbushur detyrimet të tjera ligjore, biznesi mund të marrë leje për rifillimin e punimeve. Për inspektorët, qëllimi i këtyre kontrolleve nuk është vetëm dëshkimi i shkeljeve, por parandalimi i aksidenteve në vendin e punës dhe mbrojtja e jetës së punëtorëve në një prej sektorëve që vazhdon të konsiderohet ndër më të rrezikshmit në vend. Shikues të nderuar, ky është reportazhi nga aksioni Inspektoratit Qendror të Punës, teksa në një kantier ndërtimi u konstatua mungesë e masave elementare të sigurisë, punëtor pa pajisje mbrojtëse dhe shkelje të tjera të cilat do të adresohen. Në vazhdim, po u lëm me dokumentarin për sllavërinë moderne, të punuar nga kolegja Adelin Ahmeti. Në vendin tonë llogaritet të punojnë qindra punëtorë të huaj. Nga kamarierët deri tek punëtorët e ndërtimtarisë, këta punëtorë janë të ekspozuar ndaj rreziqeve për abuzim dhe shkelje flagrante të drejtave të punëtorëve. Muaj më parë, publiku i Kosovës u njoftua për një fenomen të frikshëm e mjaft shqetësues. Vajza të reja nga Amerika Latine ishin sjellë në Kosovë dhe ishin shitur për qëllime seksi. Në ndërkohë, operacionet të tjera të policisë kanë faktuar se në lokalet e masazheve dhe lokalet e njohura si lokalet e muzikës, vajza nga rajoni kryesisht nga Shqipëria punojnë në kushte të vështira dhe pa asnjë dokumentacion. Ndërtimtaria, një sektor tjetër i rëndësishëm në vend, ka nisur të punësojë punëtor nga Bangladeshi, Turqia, Afganistani e vende të tjera të varfra. Në punishte, punëtorët edhe ata lokal, por edhe ata që vinë nga jashtë, janë të ekspozuar përballë abuzimit dhe kushteve të rënda të punës. Por cila është e vërteta? A janë duke u abuzuar punëtorët e huaj që vinë për një pagë në Kosovë? Fenomeni i skllavërisë moderne është sindrom i shfaqur në shekullin 20 dhe 21. Punëtorët nga vendet e varfra merren me punë në vendet e pasura dhe atje obligohen të punojnë në kushte të vështira, derisa të arrijnë të paguajnë për shpenzimet e vizave dhe shpenzimet e udhëtimeve të tyre për në vendet ku ata janë duke punuar. Të dhënat na tregojnë që punëtorët të cilët udhtojnë nga vendet e tjera duhet të paguajnë për shpenzime dhe të punojnë për muaj të tërë për të mbuluar kostot e biletave të aeroplanit dhe qëndrimit në këtë zonë. Për institucionet, sfida e parë lidhet me prostitucion dhe abuzimin e vajzave për qëllime seksuale dhe shërbime në gastronomi. Një dosje hetimore të cilën e ka zbardhur ekipi ynë tregon se 2 vajza nga Amerika Latine ishin sjellë në Prishtinë me premtimin për punë. Ato përfunduan në prostitucion dhe ishin të obliguara të kryenin marrëdhënie seksuale me pagesë me klientë të Prishtinës. Dosja e cila shpërfaq një rrjet të tërë trafikimi, ngre një alarm për abuzime të qarta. Fenomeni i popullimit të Prishtinës me vajzat të cilat vinë prej Amerikës Latine është një fenomen i cili ka nisë pas vitit 2020 dhe i cili në trendet e kryeqytetit flitet për një numër bukur të madh të vajzave të cilat qëndrojnë këtu dhe shfrytëzohen kryesisht për qëllime të prostitucionit. Ajo që kemi mri me dokumentu dhe që ne kemi pa në njënën prej dosjeve të prokurorisë është një rrjet i cili këto vajza i ka sjellë në Kosovë me premtimin për vendet punës në kafeteri, në formate të kamariereve apo në formate të ofrimit të shërbimeve, mirë po në momentin kur ato kanë ateru fillimisht në disa prej rasteve të cilat janë në dosjet e prokurorisë në aeroportin e Tiranës, pastaj ato janë sjellë në Prishtinë
dhe pas arritjes në Prishtinë janë obligu që të kryjnë marrëdhënie seksuale me pagesë me persona të ndryshëm. Shqetësues është fakti që këto vajza kanë vazhduar me u shfrytzu në disa raste për një rrjeti i cili ka pas transnacional, kisha me thonë, për shkak se ka shtetas të Amerikës Latine të përfshirë në këtë rast, shtetas të Shqipërisë dhe shtetas të Republikës së Kosovës, pra po flasim për disa burra dhe gra të cilët kanë shërbyer si tutor apo mbikëqyrës të kësaj industrie, dhe fenomeni pastaj ka derivu edhe në ofrimin e shërbimeve seksuale, mirë po edhe në dhunë. Pra, policia ka intervenu në rast vetëm në momentin kur vajzat të cilat nuk kanë ndeshur me ushtru më këtë veprimtari janë rra me një anë prej lagjeve të Prishtinës dhe pas denoncimit në polici rasti ka nisë të iniciohet dhe të shërbej si rast penal. Problemi në këto situata është që një pjesë e këtyre vajzave mrin me marrë leje të punës në vendin tonë dhe pastaj autoritetet e kanë pothuajse të pamundur me mbikëqyrë se si është gjendja atyre dhe si po trajtohen brenda atyre hapësirave ku organizatorët e kësaj veprimtarie janë duke i mbajtur aty. Ku është tash ky rast? Çfarë është ndodhur me rastin? Rasti është duke u trajtuar prej gjykatës së Prishtinës, është duke u gjykuar si njëri prej rasteve, mirë po ajo çka ne e dim prej diskursit në publik është që në Prishtinë vazhdojnë më dhonë këto shërbime, në Prishtinë vazhdojnë me pas vajzat e cilat vinë prej këtyre vendeve dhe ofrojnë këto shërbime, ka dhe aplikacione cilat munden me u kontaktu këto vajza, dhe fenomeni mendoj që duhet mu hetu seriozisht edhe në aspektin administrativ, qoftë për inspektoratit punës, qoftë për inspektoratit sanitar, po edhe në aspektin penal prej policisë të Kosovës dhe prej prokurisë së shtetit, për shkak se niveli i abuzimit në këto raste është shumë i lartë, niveli i keqpërdorimit është shumë i lartë dhe niveli i traumës të cilën e shkaktojnë të këto vajza, këto abuzime është tepër i lartë. Vajza nga vendet e Amerikës Latine, nga zona dikur të varfra të Europës si Moldavia, por edhe vajza nga rajoni në vazhdimsi janë hasur duke u abuzuar dhe obliguar të punojnë në kushte të rënda të punës, në lokalet e natës të njohura si kafet e muzikës. Në realitet, këto zona janë kafenet të burrave në të cilat në shumë raste, vajzat kanë përfunduar duke u shfrytzuar për qëllime të prostitucionit. Vetë pas vite, sfidë për institucionet kanë qenë edhe rastet e temeve të parandalimit, po edhe të zhdukjes së dukurisë së prostitucionit në Kosovë. Kemi rastet ndryshme ku policia bashkë me institucionet e tjera përkatëse se kanë ndërmarrë aksione për këtë veprimtari në Kosovë. Tradicionalisht, vendi jonë është shfrytzu fatkeqësisht si një vend strehues i shumë viktimave të prostitucionit, vajzave të cilat kanë ardhur në vitet e pas luftës kryesisht nga Moldavia dhe nga zonat e ish-bashkimit sovjetik, vendet e varfëra, të cilat janë sjellë në Kosovë gjoja për me punu me një vend i cili thjesht ka qenë i pas luftës, mirë po me shumë prezencë ndërkombëtare. Këto vajza janë sjellë në Kosovë me premtimin që do të gjejnë vende të punës dhe kanë përfundu duke punu në shtëpi publike dhe në zona apo në lokale mjaft të rrezikshme ku ato në detyrim janë obligu thjesht me ushtru prostitucion. Fatkeqësisht këto rrjete të prostitucionit në pjesën më të madhe të kohës kanë pështu pa u ndjek penalisht ose me dënime shumë të ulta në aspektin penal, ndërsa fenomeni ka vazhdu të jetë prezent në vazhdimsi. Rrjetet të cilat thjesht i kanë obligu vajzat me ushtru prostitucion që njihet prej njëna prej formave më të rënda të kësaj skllavërisë moderne të cilën na po njohim, vazhdojnë me ekzistu dhe vazhdojnë me gravitu në zonën e Kosovës, tash në disa forma pak më të avancuara dhe më pak të ndjekura apo më të eksploruar prej autoriteteve. Dihet botërisht që në vendin tonë ekzistojnë dy fenomene mjaft shqetësuese ku vajzat obligohen me punu në kushte skajshmëresht të këqija të punës. Është koncepti kafeve të muzikës apo kafeve ku burrat shkojnë në muzikë dhe aty vajzat obligohen që për kënaqësinë e tyre me vallëzu në vallet qoftë tradicionale apo vallet të tjera, dhe në këto situata pjesa më e madhe këtyre vajzave kanë qenë viktima
apo janë të obligume për shkak të kushteve të rënda të jetesës me kry një punë që nuk do të dëshironin me bo në këtë drejtim. Një pjesë e tyre në disa prej hetimeve është faktu që kanë përfundu edhe në raste të prostitucionit. Pra, ky fenomen ekziston në vendin tonë dhe ende nuk kam rri me marrë trajtim qoftë në aspektin institucional, qoftë në aspektin kulturor. E dyta janë lokalet e masazhës, të cilat po ashtu janë si këpurdha dhe kanë mbikëqyrje shumë të vogël në raport me të drejtat e punëtorëve dhe me shkeljen e drejtave të njerëzit. Në këto lokale gjithë e dinë që punojnë në disa prej këtyre lokale, mos i generalizojmë të gjitha, është konstatuar se ka pas edhe prostitucion, edhe detyrim dhe obligim për me punu punë të cilat vajzat nuk i dojnë. Ngjashëm me këto lokale të masazheve, në disa raste janë identifikuar edhe zona ku vajzat obligohen të punojnë në kushte të rënda të punës dhe pa kushte elementare. Në muajin korrekt, policia zhvilloi një operacion të gjerë kontrolli. Sipas dhënave statistikore, në 2 operacione të realizuara gjatë vitit 2025, policia kishte hasur 10 vajza pa dokumentacione. Çka është më e rëndësishmja, në 14 biznese ku ato ishin duke punuar, ishte konstatuar se nuk ishte kushte të punës dhe bizneset ishin mbyllur me urdhër të inspektoratit të tregut. Koloneli policor Rahman Sulejmani kishte udhëhequr disa prej operacioneve të policisë në gjurmimin e vendeve ku punojnë vajzat nga vendet e tjera. Ju e dini që në aspektet nashti dallon situata, sepse edhe Ministria e Shëndetësisë ka inspektoratin shëndetësor, se ka edhe masazhat ndryshme që i keni po në gjitha deri në çdo lagje thuajse në qytet kemi, edhe aty shfrytëzohen disa shtetas apo vinë edhe në formë klientele si klient, apo ka edhe njerëz që paraqiten si eksperta ndryshëm qoftë përmes ndërmarrjes veprimeve të ndryshme të aty në botoksave etj që i përdoren aty, edhe masazheve ndryshme aty vis-a-vis ka elemente edhe që shfrytëzohet në formë edhe prostitucionit, sepse shfrytëzohen edhe për kështajtim seksual apo me para apo i merr para dikush tjetër etj. Gjitha këto forma janë prezente. Për ata policia e vetme po bashkëvepron, edhe pse nuk janë ato forma të mjaftueshme me inspektoratin e punës, me administratën tatimore, sa vetë ka edhe evazion fiskal, sigurisht me një formë tjetër secili nga domeni i vet, po edhe me inspektoratin shëndetësor ko maskohen ndërmerr aksione, ndërsa rastet më të shpeshta i bin policisë, po mu për shkak se ajo nuk ka kompetencë. Edhe nuk është e mundur që me masa policore që të parandalohet dhe të futet në kontroll 100% kjo dukuri, mu për shkak se sipas ligjit të huajve kreu i 10 para shef dispozitat ndëshkimore, gjysa aty në masave edhe për dispozitat ndëshkimore i ka policia, sidomos të mos paraqitja adresës, të mos posedimi i leje qëndrimit, të tejkalimi i qëndrimit, nëse u hisi turiste e ka keq përdor, sa ato se u gjet ty punu, ndërmarrin veprimet ndaj shtetasit tuaj, ndërsa veprimet ndaj punëdhënësit, sepse punëdhënësi është ai që është burimi i problemit, është në kompetencë inspektoratit të punës. Shumë herë kemi pas kontakt me ta, ata nuk kanë kapacitet, sepse tash ju po e vreni, derisa ju shkelin drejtat shtetasëve tonë për industrinë edhe ndërtimet e ka edhe raste të vdekjes ku bin për shkak mos ndërmarrjes masave teknike aty, atëherë mos flasim për shtetas tuaj që askush si mbron ata. Kemi pas raste ata kanë humbur jetën qoftë gjatë rrugtimit, qoftë gjatë veprimeve të punëve të rrezikshme që i futin aty. Unë po i vrej tash për shembull, ju keni fakta me këto motocikletat që shpërndajnë pica Wolt. Aty keni shtetas tuaj. Ata po ju garantoj edhe nuk kanë as patent shofer, se lemo nuk e njohin terrenin edhe janë të shfrytzuar në atë mënyrë. Punojnë një pjesë e tyre cilët nuk jo japin para, pastaj shkojnë pe biznes në biznes, i shesin te biznesi tjetër, nëse baki ka falimentuar biznesi i merr ata punëtor. Kjo është një formë skllavërimit modern, e cila është prezente, ka element, nuk po them që është me mënyra alarmante, po ka. Se përket inspektimit të punëtorëve migrant, Inspektorati i Punës në kuadër të bashkëpunimit vazhdueshëm me Policinë e Kosovës, njësinë e hetimit të krimit migrimit, ka inspektuar vazhdimisht qoftë lokalet zbavitëse, qoftë lokalet e gastronomisë, në të cilat në raste të caktuara janë has të punu punëtor të huaj me leje pune ose pa leje pune. Në të gjitha rastet ku kanë qenë me leje pune, prapë e përsëris, shkeljet të cilat janë has, kanë qenë po të njëjtat të cilat hasen në procedurën e inspektimit tek punëtorët vendor. Ndërsa kur ka qenë pa leje pune, është e kuptueshme që në një farë mënyrë
është vepru prej anës punonësit kundërshtim direkt me ligjin për të huajt, cili obligon me pajis të migrantit me një pune, procedurë fillestare cilë nuk e kanë ndjek, shto fakti që pastaj ka pasur shkelje të tjera, punësimi pa kontratë, mos deklarimi në administrata timore, për të cilat shkelje Inspektorati i Punës i ka evidentuar dhe në përputhje me legjislacionin fuqi ka ndërmarrë masat ndaj subjekteve të caktuara. Vajza nga rajoni, kryesisht nga Shqipëria, por edhe nga vendet e Amerikës Latine, dokumentohen se shfrytëzohen në lokale të natës dhe në qendrat të masazhit në Kosovë. Rrjetet e cilat i organizojnë këto abuzime disa herë janë prangosur, por fenomeni ka vazhdu me ekzistu. Në deklaratat e zbardhura në dosjet e prokurorisë, vajzat që në këto rast janë viktima potencojnë frikën dhe detyrimin për të marrë me veprimtari të tilla. Sipas statistikave të policisë, vetëm në vitin 2025, 22 raste u hetuan për mundësim të prostitucionit. Këshën ke përmende faktin që këto vajza janë rrahe, më pas e kanë raportuar edhe rastin e polici, po flasim tash edhe për rastet e vajzave të tjera, jo vetëm prej Amerikës Latine. A mundet me konë kjo njëna prej arsyeve pse sot kemi pak raportime të themi në aspektin e abuzimeve të vajzave për prostitucion në Kosovë? Realisht, do një analizë shumë të thellë, pse vajzat nuk kanë raportu, pse ato nuk bëhen dëshmitare dhe elementet të tjera. Grupet kriminale të cilat i abuzojnë migrantët, grupet kriminale të cilat i obligojnë vajzat me u kyç në prostitucion. Elementin e parë të cilën e bojnë tek ato është që me i zhvesh prej besimit që ato kanë fat tjetër për jetën dhe ato kanë një adresë ku mujnë mu anku. Pra keni parasysh që ato merren në situata të caktuara, mbi ngarkohen me deklarata dhe me thënie që nuk keni ku me i raportu rastet, nuk ka besim në institucione, njerëzit i kontrollojnë institucionet, këta tutorët kanë ndikim në situata të caktuara tek institucionet e Kosovës dhe thjesht këto viktima humbin besimin në institucione për me raportu, që është ndodhur edhe me shumë prej njerëzve tjerë të cilët janë viktima të abuzimit me drejtat e punëtorëve. Pra, ne mujmë me thonë që edhe punëtorët e ndërtimtarisë në vendin tonë kanë problem me besimin në institucione, për shkak se në momentin kur raportojnë mujnë me humbë vendin e punës. Pra edhe në këto situata kur këto vajza sillen Kosovë, sillen të zhveshura prej besimit, që po shkojnë në një vend ku mujnë me raportu dhe mujnë me kriju, me kërku ndihmën autoriteteve, normalisht mos njohja gjuhës, mos njohja komunitetit, mos pasja e informacioneve të mjaftueshme se sa institucione mund me qenë ndihmëse për to, i bën ato me hesht, me pranu marrëveshjen, me pagu pare, për me mujt me garantu kthimin e vetë në vendet e origjinës në pasi që të shfrytëzohen dhe të abuzohen në vendin tonë. Në trendet e zhvillimit, Kosova ka nisë me kriju vende pune për shtetas të tjerë. Përpos vajzave, viktimat të prostitucionit, në vend janë dyndur edhe punëtorë të ndërtimtarisë, punëtorë të restoranteve dhe kujdestar shtëpiak. Sipas të dhënave të organizatave të shoqërisë civile, në vend punojnë rreth 5.000 shtetas të huaj, prej të cilve ka shtetas edhe nga Bangladeshi, edhe nga Nepali, Afganistani dhe vendet të tjera. Kosova llogaritet si vend që nuk arrin të imponojë zbatimin e ligjit të punës dhe ligjit për sigurinë në punë, dhe punonjësit nga jashtë ekspozohen seriozisht ndaj rreziqeve edhe fizike. Përkundër faktit që bizneset e cilat i punësojnë këta njerëz zotohen se do i respektojnë rregullat dhe do garantojnë kushtet të punës, operacionet e policisë kanë zbuluar se punëtorët të ardhur nga jashtë kanë fjetur në depo e në kushte shumë të rënda të jetesës. Prej kur daton kjo çështja e punësimit të migrantëve në Kosovë? Po daton prej kur tregu ka mungesë fuqisë punëtore, edhe tash normal që kosta e jetës të edhe pagat, edhe pse janë ato dëshirueshme, po s'paka shumë, janë përmisu, sidomos në industrinë e ndërtimit, dhe ata gjejnë punëtorë ma lirë, i marrin ata me mirë me çmim ma të lirë, edhe këtu, po edhe në Shqipëri, edhe në vende tjera, dhe ajo është prej kur është paraqitur, tash normal që tregu edhe punësimet, prej kur shkojnë edhe vendet tona, sepse edhe Bashkimi Evropian
ka problem, ka Kroacia problem, sidomos shtetet edhe Hungaria edhe tash marrin për shteteve tona, sikurse edhe shtetasit tonë që shkojnë shtetet perëndimore për çdo profili, atëherë vis-a-vis paraqitet mungesa në treg edhe për me këtyre forma ata I plotësojnë vendet e punës, sepse unë I kam pa edhe këto kompanitë kanë probleme të veta, kanë mungesë punëtore, kanë profile të caktuara dhe vetëm në këtë mënyrë I gjejnë disa që punojnë në mënyrë legale, nuk kanë problem, se kemi na me vite që punojnë shtetas tujtën nga Turqia, nga janë pa problem, I kanë të rregulluar me statusin e vet dhe ata e kanë mbrojtën sepse derisa e ka statusin ligjor, ai e ka mbrojtën ligjore komplet, nëse has diçka dim ku mu adresu edhe ka mënyrë që ti ndjeki ato procedurat ligjore nëse I shkelin drejtat dhe lirit e tyre. Punësimi I njerëzve nga vendet e varfra në Kosovë dokumentohet se është e shoqëruar me abuzime. Bizneset ku janë angazhuar punëtorët e huaj në vazhdimsi janë denoncuar se nuk zbatojnë as rregullat për punëtorët lokal. Në këtë situatë, të dhënat nga inspektimet e autoriteteve tregojnë për situata të dhëmshme, ku janë hasur abuzime mjaft serioze. Numri tyre fatkeqësisht kaluam kemi hasur sidomos dekoracione të caktuara nga shtetet e Azisë dhe Afrikës, sidomos Bangladeshit apo Pakistanit, të cilat I kanë punësuar të për profesione shumë të rralla që janë artizanate, disa mobiljeri që janë me gravura, me punime të caktuara, e I kemi hasur me dhjetra edhe më me qindra, duke fjetur me një depo, aty ku prodhojnë, aty I kanë vendosur ato disa kreveta të improvizum, dyshek e tjera, pa I plotësuar standardet elementare edhe ato kanë paraqitur rrezik jo vetëm për shkak të shëndetit tyre, po edhe për shkak të përhapjes ndonjë sëmundje tjetër aty. Pastaj I kanë trajtuar në mënyrë jo njerëzore, përveç se jo kanë rregulluar dokumentacionin e tyre, I kanë marrë mësheft dhe ata nuk kanë vetëm punë edhe gjumë, nuk kanë pasur tjetër, kështu që I kemi hasta. Pastaj ato veprime I ndërmorën nga ana e policisë dhe janë trajtuar ata shtetas tuaj. Qoftë një pjesë e tyre ka kërkuar ndashta mbrojtje ndërkombëtare, një pjesë e tyre është larguar prej Kosovës sepse nuk I kanë pasur dokumentet pas ndërmarrjes masave nga ana e policisë. Kur po flet për keqtrajtimin e tyre, a mundemi me thonë që në të kaluarën, po edhe tash ka skllavëri moderne, të themi, ti referohemi kështu me punëtorët, me migrantë cilët vinë në Kosovë, edhe kryesisht të përmendet faktin që ju keni hasur në të kaluarën kur nuk është bërë trajtim njerëzor ndaj tyre, I kanë vendosur me flajt që aty ku edhe kanë punu. Po diçka tjetër a keni hasur gjatë kohës kur I keni trajtu, po flasim të kaluarën, sepse tash jeni në pension. Çfarë forma të keqtrajtimit keni pa në të kaluarën? Gjithë këto trajtime, keqtrajtime, duke filluar prej mos posedimit kontratës të punës, sepse ajo kontrata e punës ka dhe obligime, do të paguhen tatimet e caktuara përmes në administratë tatimore, pastaj në forma tjera që ti kenë të garancione të përmes akteve notariale e tjera. Kjo paraqet në lloj skllavërimi modern, sepse skllavërimi nuk është vetëm ato format klasike që I dimë që kanë ndodhur në historinë kohët e përpara me paraqindra shekush, po tashti skllavëria shfrytëzohet në formë moderne sepse ato kategoritë shtetasëve të huaj. Pas intervistimeve që kemi pas, po flas për të kaluarën, aty kemi zbuluar edhe të abuzojmë seksualisht njerëz. Aty kemi zbuluar raste të caktuara të cilët janë detyruar të punojnë nuk jo kanë dhënë pagat fare në fund, e tjera sepse s'ka siguracion dhe punëdhënësit të caktuar I kanë keqtrajtuar, I kanë shfrytëzuar edhe përmes keqtrajtimit fizik ka pas raste. Kështu që ajo vis-a-vis ka edhe elemente të një skllavërimi modern. Ndoshta në këtë termin e skllavërisë nuk mund të themi, por megjithatë ka elemente që punëtorët punojnë, po themi një herë pa kontrata, dhe punojnë në afate të të zgjatra, kanë kufizim televizjes nga ana e punëdhënësve, dhe mendoj që inspektorati ka shtuar numrin e monitorimeve dhe inspektimeve në këto aspekte, dhe kështu që ne kemi bashkëpunim dhe koordinim të vazhdueshëm, ku në gjitha rastet të cilat neve na sinjalizohen këto, I raportojmë I baza të komunikimit të zyrtar ndërmjet institucioneve tona edhe ndërmjet mekanizmave të cilat ne kemi funksional në nivelin qendror. Pse vazhdon? Kryesisht për çka janë bëu këto? Për çka është bëu njërimi kontratave për këta punëtorë migrantë?
çka ju ka konvenu bizneseve mos m'ju dhonë kontrata punëtorëve migrant? Tash nuk... Qam? Po flas ndoshta në kuadër të pozicionit që keni dhe punës. Nuk kisha me thonë që ju ka konvenu diçka. Kisha me thonë që nështë edhe në mungesë të informacionit duhur ligjor të pajisjes një punësori me të angazhimit një punëtori të huaj në Republikën e Kosovës. Sepse në një kohë ju e dini që një pjesë e punëtorëve në Republikën e Kosovës janë angazhuar përmes disa agjencioneve të punësimit, të cilat realisht ndoshta nuk e kanë pasur edhe nivelin profesional të zhvillun të angazhimit një të huaj në Republikën e Kosovës. Bazuar në inspektimet e Inspektoratit Punës në teren, në funksion të përmbushjes detyrat veta Inspektorati Punës në këshillim të bizneseve, ka vazhdu me vetë disu biznesi në pajisje me kontratë pune dhe me leje pune të punësuar të angazhuar në Republikën e Kosovës. Për shkak të pasojave të cilat i vujnë qoftë i punësuari si punësuar, qoftë punëdhënësi si punëdhënës në raport me angazhimin e palishëm në punë. Një fenomen tjetër që kemi dëgjuar është edhe për punëtorë që angazhohen në sektorin e ndërtimit që janë kryesisht prej Bangladeshit. Në çfarë kushtesh i keni has të punu këta punëtorë, nëse keni has, sepse e përmendën në 5 vitet e fundit ka gradualisht ulje të numrit të punëtorëve që punojnë pa kontrata ose pa kushte të këtyre punëtorëve migrant. Po nëse e shikojmë në këto vite, që keni has në të kaluarën kur keni bërë inspektime dhe tash së fundmi nëse keni pas tilla. Tash me qenë korrekt në pyetjen tuaj, numri i punësuarve në Kosovë faktikisht graviton në gastronomi dhe në prodhimtari, i punëtorëve të huaj po flas. Ndërsa është më pak i numri i angazhimit në sektorin e ndërtimtarisë dhe bujqësisë. Në aspektin e sigurisë në punë, dhe të marrëdhënies punës, e thash më herë përsëris prapë. Trajtimi është i njëjtë me të gjithë të punësuarit tjerë për të kompanisë. Do të thonë nuk në procesin e inspektimit nuk mundesh me vërejt një diskriminim të caktuar në raport me një të huaj kundrejt një punëtori vendor. Mbi 5.000 punëtorë të huaj llogaritet që punojnë në Kosovë. Ata punojnë në sektor të ndryshëm të kontraktuar nga kompani me veprimtari të lloj-llojshme. Në analizën e procesit të punësimit dhe mundësive të abuzimeve, konstatuan probleme sistematike. Në disa situata dhe vetë autoritetet e shtetit ishin vendosur në lajthitje nga kompanit të cilat organizojnë transportin dhe sigurojnë lejet e punës. Kemi pas për shembull një rast më kujtohet mirë me një kompani tash e kam harruar emrin që është marrë me deminimin e mjeteve shpërthyese me selin pej dhe kemi hasë të disa shtetas të huaj edhe në mënyrë të rastishme i kemi takuar në qytet në Prishtinë këtu pej Nepalit. Ata janë pak si me trup të shkurt, pak edhe si dallohen për kanë ngjyra. Edhe i kemi ndalë dhe ata kanë thonë na kem vizën e kishim pas vizën e Republikës së Kosovës, sepse me Nepal kemi pas regjim vizave. Dhe atëherë kemi angazhuar hetimin pak më të thellë dhe me hetime transkufitare kemi të organizuar edhe migracioni dhe kemi qenë konstatim se ata vetë në deklaratat e tyre kanë theksuar se na kemi marrë, jo na kanë thonë na punësu, po na nuk kemi njohuri për shpërthim, për mjetet e shpërthim, se gjaj se kanë ardhur mu trajnu këtu, pastaj me shkunë për edhe e kemi pasur që kompania mënyrë fiktive ja u ka siguruar ato viza, kështu që pastaj është mbylla i biznesat, janë ndërmarrë veprimet, janë trajtu këta, pastaj janë anulu vizat, është informuar Ministria e Punëve të Jashtme etj. Dhe janë ardhur në mënyrë legale, kanë shfrytzuar mirë po, vetëm sa me qëndru këtu dhe pastaj ata kompanitë zakonisht thonë na i kemi pru këtu, na nuk garantojmë me i rujt ata. Po tash nëse s'garantojnë duhet më siguru banesën, duhet më ditë kur banojnë ata, edhe me mbikëqyrë me një mënyrë. Edhe ata kanë vazhdojnë, qysh arshit Nepalit përfundojnë në pushtetet perëndimore, edhe kanë ardhur vetëm me kanë shfrytzuar si trampolin, si shtet tranzit përmes formës bukur të sofistikuar, për ndryshe kështu me taku i ke pas që kanë vizën e kanë pas, po ata s'kishin pas lidhje me atë biznes, si mbas cilës edhe e kanë marrë vizën në konsulatat dhe ambasadat e Republikës së Kosovës në shtetet atje në Turqi apo në vende të tjera. Angazhimi i punëtorëve nga jashtë në Kosovë shoqërohet edhe me shkelje të drejtave të punëtorëve. Nga abuzimi për qëllime prostitucioni deri te kushtet e rënda të punës, punëtorët nga jashtë përballen çdo ditë me sfida serioze. Të dhënat janë dokumentuar në vazhdimsi nga autoritetet gjatë kontrolleve të bizneseve dhe hapësirave publike.
Por sfida më serioze është tek angazhimi punëtorëve të cilët punojnë në shtëpi. Në trendet e fundit në Kosovë, gra nga Azia punësohen në shtëpi luksoze për të kujdesur për familjet. Për gratë që punojnë në kushte familjare, nuk është e njohur edhe se sa orë punojnë dhe në çfarë kushte. Përkundër faktit që janë disa dhjetra gratë që punojnë në këtë formë, Inspektorati i Punës nuk ka inspektuar deri më tani asnjë rast. Një fenomen tjetër që kemi pa të shkove të fundit, viteve të fundit, është edhe jetesa në shtëpi. Kryesisht kemi shumë qytetarë që marrin punëtore të huaja, migrantë, dhe i punësojnë ato me u kujdes qoftë për prindër, qoftë për dikë më të moshuar apo fëmijë, po edhe u japin hapësirën që ato me jetu në shtëpinë e tyne. Çka po më intereson me ditë në këtë rast është sa munden me u mbikëqyr qysh po punojnë ato dhe sa atë kalohen themi normat e punës cilat i kanë të nënshkruara me kontratë. Tash të lidhur me çështën përkatëse, në të gjitha rastet kur angazhohen. Na e kemi vetëm si informacion që angazhohen, po në limitet e angazhimit për shkak të numrit të orë të inspektorëve të punës, nuk është që kemi pas mundësi me e hetu. A ekziston mundësia e hetimit praktik? Po ekziston. A ekziston ankesë në lidhje me çështën konkrete? Jo, nuk ekziston. Mund të trajtohet si fenomen vetëm në raste kur qytetarët rrisin besimin në raport me Inspektoratin e Punës, i raportojnë si raste, i evidentojnë si raste dhe padyshim se e marrin përgjigjem përfundimtar në gjitha rastet, sepse në kohë që nuk është diskutuar me kuadrot të Inspektoratit të Punës, ato që është janë fjalë, mirë në çet format duhet bukur shumë ndihma e qytetarëve, ndihma e publikut në evidentim të rasteve dhe inspektim pastaj tutje. Do të thonë, më rrihet me u inspektua edhe pse vendi i punës që ati punëtori është në shtëpi. Po në gjithë rastet kur ka informacion që po mbahet, qoftë sepse ligji i punës, po ligji për sigurinë e punës përcakton që personi fizik ose personi juridik i cili angazhon në punë një të punësuar për një shërbim të caktuar, konsiderohet punëdhënës. Tash në momentin kur me ligj është e përcaktuar që personi fizik i cili angazhon në punë një person tjetër fizik është punëdhënës. Pse mungon kjo kontrolli themi për anës e institucioneve, pikërisht për këta migrantë themi që punojnë sidomos në për shtëpi tash? Pre asaj që unë e kom pa, ende nuk ka një hulumtim të qartë se sa kushton pagesa për me siguru një vend punës në Kosovë. Pra, kjo nuk kupton sa kushton pagesa të kompania i cila e rregullon dokumentacionin për me marrë lejen e punës në Kosovë, për me marrë lejen e punës në Kosovë dhe për me marrë vizën e Kosovës për ata njerëz të cilët kanë nevojë për viza. Këto procedura zakonisht kushtojnë mjete monetare dhe në shërbimet juridike të Kosovës do duhet kushtonin disa qindra deri në disa mijëra euro. Mirë po, ende nuk kom pa mënyrën se si këta punëtor i paguajnë apo i kthejnë këto mjete dhe se si zhvillohet procedura, pra sa muj kanë obligim këta njerëz me qëndru në bizneset të cilat kanë ardhur me punën to dhe cila është procedura që ata muj mi shkput kontratat dhe me u largu prej aty. Prej asaj që dim prej teorisë po dhe prej rrëfimeve që i kemi pa në vendet e tjera, këto kontrata pastaj zhvillohen me afate deri në një vjet dhe punëtorët obligohen me qëndru në punë pa marrë parasysh trajtimin, pa marrë parasysh kushtet e jetesës dhe pa marrë parasysh gjendjen në cilën ndodhet kompania. Pra kemi parasysh që puna në ndërtimtari në vendin tonë nuk është punë e sigurt dhe është punë mjaft e vështirë, zhvillohet në kushte mjaft të vështira me pajisje jo adekuate. Ajo që është më problematike është këto kontratat individuale apo kontratat ku njerëzit ftohen dhe obligohen me punu brenda shtëpive. Këto e kemi edhe problem me qytetarët shqiptar të Kosovës të cilët punojnë në hapësira brenda shtëpive të ndryshme, po e kemi edhe tek këta punëtorët migrantë. Pra na nuk mrim me e kuptu nëse një person ka ardhur me jetu me një shtëpi, sa orë obligohet ai me punu, cilat janë detyrat e tij të punës, në çfarë detyra angazhohet, me cilat mjete
obligohet më marë dhe çka mundet me qenë jeta e tina brenda asaj shtëpisë. Pra për neve është mjaft shqetësuese që ne kemi një trend të punësimit të njerëzve të cilët vinë dhe jetojnë brenda familjeve të caktuara, mirë po nuk e kemi asnjë inspektim të inspektoratit të punës brenda këtyre shtëpive. Pra inspektorati inspekton vetëm bizneset të cilat janë në dukje të mëdha apo bizneset të cilat ekspozohen në publik, mirë po nuk ka shku me pa se ku jetojnë këta njerëz, në çfarë kushte dhe realisht a kanë të drejtë me jetu brenda shtëpive të tyre, çfarë marrëveshje kanë për qerat apo për hapësirat në cilat ata jetojnë dhe çfarë pagë marrin në fund për shërbimet të cilat ata i kryjnë. Inspektorati në një intervistë ka thonë që nuk kanë pas ankesa prej anës së këtyre punëtorëve të temi që me hyje dhe me inspektu këtë treg, ta quajmë ashtu. Po nëse ka veç informacione të cilat na po i kemi në shoqëni, po i diskutojmë me komunitetin, a ka të drejtë inspektorati me ndërmarrë një hetim vetë me bo, edhe me këshyrë? Elementi i parë, na nuk mundna me prit që kemi me pas ankesa për disa njerëzve të cilët kanë ardhur prej shteteve prej vendeve të treta, vinë në Kosovë dhe e gjejnë një situatë, kisha me thonë, pak më të mirë në raport me drejtat e punës se sa prej vendeve të origjinës nga vinë ata. E dyta, këta njerëz kanë e para bariera me gjuhën dhe nuk e njohin gjuhën lokale dhe nuk dinë për procedurat e ankesës. Këta njerëz kanë pak njohuri për nivelin e përgatitjes së institucioneve tona dhe nivelin e mbrojtjes ligjore të cilën duhet me pas në këto situata dhe rrjedhimisht kjo neve na derivon pastaj tek mungesa e raportimit dhe të mungesa e ankesave. Operacionet e cilat i ka bërë policia, në cilat është dokumentuar që ka pas zona të caktuara ku njerëzit kanë jetuar në depo. Neve na tregojnë që njerëzit nuk janë trajtuar mirë. Kanë pas abuzime, kanë pas kushte të rënda të jetesës, mirë po ata nuk kanë rrimë me kuptu që mund me u anku dikon dhe me trajtu këtë situatë. Për këtë arsye mendoj që do duhej që në vendin tonë me pas një plan të qartë se si do të inspektohen këta punëtorë të cilët janë duke u angazhu në punë prej vendeve të treta dhe cila ka me konë mënyra apo korniza ligjore në cilën do të obligohen këta ta shpojqyj punëdhënës, kryesisht këta të cilët kanë mi marrë njerëzit në përshpime me jetu, kanë mi trajtu punëtorët migrantë. Shikues nderuar, punëtorët nga vendet e huaja në Kosovë pa dyshim që përballen me sfida serioze. Prej asaj që e pam dhe e dëgjuam në këtë reportazh, u tha që nuk ka shumë raportime. Nëse ju jeni dëshmitar të një vendi ku punëtorët mbahen pa kontrata ose në kushte të vështira, na shkruani në platformën tonë të raportimit të rasteve në kallzo.com. E jo, vazhdoni me na shkruaj dhe deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje.